Okej, kjo ishte lista e Vlorës e prezantuar nga drejtuesi i qarkut Bledi Çuçi. Damian Gjiknuri do të jetë në listë hapur, ndërsa 4 në listë mbyllur janë Bledi Çuçi, Zamira Sina, dekane e fakultetit, ish në çadrën e Lulzim Bashës në 2017, siç e shpjegoi ai, tani ndjekim Kuksin, qarkun e Kuksit. Do ta kryesoj unë, si kundër jeni ndjeni, Eduard Çalsi, ndërkohë që Ali Hallaçi është djali një familje të njohur, mban një emër të njohur për Kuksin. Është i arsymuar jashtë Shqipërisë, edhe studimet pas universitare i ka kryer jashtë Shqipërisë. Ka mbajtur pozicionin e myftiut Kuksit, muajin e madhërisëm të Ramazanit, po e theksoj, ndërkohë që ka shërbyer si prefekt i qarkut të Kuksit, ka shërbyer si diplomat në ambasadë të huaj dhe mbi të gjitha ka qenë thellësisht i angazhuar në projekte kulturore, humanitare dhe sociale. E dyta në listë është Aristogena Poga Geca. Vjen nga një familje e thjesht, e lindur, e rritur dhe jeton në Has, me një eksperiencë të lavdërueshme në një institucion shëndetësor, tejet aktive ndonse në moshë të re, shumë aktive në Partinë Socialiste dhe madje edhe kryetare e Freshit për një kohë të gjatë dhe është e përzgjedhur nga platforma deputeti që duan. Dhe kandidati i tretë për qarkun e Kuksit është një ish deputet në legislaturën 2013-2017 dhe 2019-2021, një deputet i Partisë Demokratike, në fakt, është diplomuar në Akademinë Ushtarake, ka punuar një kohë të gjatë në strukturat e policisë shtetit, si dhe në institucionet e sigurisë apo inteligjencës ushtarake. Në fakt nuk e di, Alban Zeneli quhet, nuk e di nëse është bërë socialist apo jo, po e di fort mirë që i është bashkuar ekipit tonë, sepse beson që Partia Socialiste dhe Edi Rama në fakt do të fitojë një mandat të tretë, por edhe në katërt, dhe por edhe si influencë e një bashkëshorteje që vjen nga zona e Tropojës dhe nga një familje e nderuar e Tropojës. Ky është ekipi i Kuksit, për cilin shpresojmë shumë që do të arrijmë një rezultat shumë të mirë. Faleminderit.